Shohet në moshën 89 vjeç ikona e Hollywoodit Robert Redford. Aktori dhe regjizori Hollywoodit Robert Redford, i njohur për filma të shumt, ka ndruar jetë në moshën 89 vjeç. Në një deklarat, përfaqësuesi i tij tha se ai vdiq në shtëpinë e tij në malet e Utahut, vendi që ai donte, i rrethuar nga ata që i donte. Suksesi i tij më i madh në Broadway ishte roli i bashkëshortit të ri të mërzitshëm të Neil Simon. Redford debutoi gjithashtu ai arriti sukses në të gjithë filmat që luajti. Ai mori dhe një nominim për Oscar për aktorin më të mirë për një performancën e tij në një dramë kriminale, The Sting. Në vitin 1979, Redford vazhdoi të luante në filma të shumt. Nga vitet 1973, 76 e deri më vonë, Redford bëri debutimin e tij si regjisor edhe në filmin Ordinary People 1980, i cili fitoi 4 çmime Oscar, duke përfshirë filmin më të mirë dhe regjisorin më të mirë. Ai drejtoi filmin e tij të tretë në vitin 1992. Rolet e tij të mëvonshme në filma të ndryshëm ishin të mrekullueshëm. Redford mbylli syt në shtëpinë e tij pranë njerëzve që i donte shumë.